Me sa më kujtohet, mbreti i Malajzis është bërë musliman për shkak të një tregtari. Në një dyqan ku u shisnin pelhura, djali i tregtarit pret një klient. Ai kërkon një pelhurë i cila ishte e mbështetur tek muri dhe i thot, sa kushton? I thot, ajo është me defekt, më ka thënë babai mos e shes. Këm ngul klienti, e dua. Nuk e shes, thot. Se është me defekt, do kthehet mbrapsht. Kjo fjalë shkon në vesh të mbretit. E thret tregtarin dhe i thot, përderisa i the është me defekt, pse s'ja shite? Mund t'ja shisja, thot. Por kur të shkojnë të flasin me shokët e tij, ai nuk do thot tregtari më tha që ishte me defekt, por do thot më doli me defekt. Kush ta shiti? Ai muslimani. Sa e njohur është kjo, Kush ta shiti? Ai muslimani. Ku e more? Te ai me mjekër. Ku e more? Te ai që shkon në xhami. Sidomos kur nuk del produkti ashtu si duam ne, për 10 minuta përhapet fjala në tërë qytetin. Me mashtroj. Edhe nëse një gjysmëor i ka thënë kjo ka këtë defekt, ka këtë defekt. Mos pranoni ta shisni, vëllezër dhe motra. Mos pranoni ta shisni sepse manipulimi me fjalët e tij do të jenë shumë më të rrezikshme se sa ajo që keni marrë ju ajo para. Pra i thot, unë doja të siguroja veten time, besnikërinë time, ndjeshmërinë time që të mos ndodhte një gjë e tillë. Dhe thuhet që ai është bërë musliman vetëm për këtë sjellje që tregtari ka treguar.